Ka qënë nuk e di sa vite prokuror. Keni dëgjuar ndonjëherë ju që Altin Dumani thrasi në një zyrtar të dorës tretë e ti thot, hajde këtu, çka ke bërë? Nuk e keni dëgjuar. Këtu janë vrarë njerëz, këtu janë hedhur në erë njerëz, këtu kanë ndodhur skandale nga më të mëdha. Nuk keni dëgjuar ndonjëherë që është një Altin Dumani në Tiranë ose është një prokurori në Tiranë që i thiri këta. Përkundrazi, mbase juve keni qenë të vegjël, por kur këtu janë vrarë njerëz në protest, i pari i qeverisë atëherë i dha urdhër policisë, i tha mos i zbatoni urdhrat e prokurorisë. Prokuroria nxori urdhër për të ndaluar një 3 persona nga policia, i pari i qeverisë tha nuk keni për të fare as mos si, edhe nuk u zbatuan urdhrat. E imagjinoni sot ju që unë të dalë dhe të ndaloj ekzekutimin e urdhrave të prokurorisë të Altin Dumanit s'paku? Nuk e imagjinoni dot. E dini pse? Vetëm për një arsye dhe për asnjë arsye tjetër në këtë botë dhe në këtë vend, sepse ne, unë dhe Partia Socialiste, e kemi ndarë mendjen që këtij vendi t'i japim një drejtësi të pavarur. Dhe jemi ne që kemi ndërmarrë reformën drejtësi, nuk e kanë ndërmarrë amerikanët, as europianët.